Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori që vjen nga Berati i një nëne, një 71 vjeçare me emrin Bukuroshe Dura, e cila fatkeqësisht ka humbur bashortin e saj në vitin 2019 nga korona dhe konkretisht ka qenë në fundi vitit 2019, por dhimbja dhe plaga për këtë nënë u bë akoma më e madhe pasi pas disa muajve, pra shkurtin e vitit 2020, ajo humbi nga kjo jetë dhe vajzën e saj po nga korona, e cila ishte studente për mjekësi. Sot, e veshur kokë e këmbë të zeza, jeton vetëm me djalin, i cili dhe ai fatkeqësisht ka probleme shëndetit mendor, jetojnë të dy në qytetin e Beratit, një nën me plot vuajtje, me plot dhimbje, që ndoshta e vetme nuk mundi dot t'ja dali dhe kërkon ndihmën e ekranit të Report TV. Zonja Bukuroshe Dura ndodhet me mua në studio dhe menjëherë unë dua ta përshëndes. Përshëndetje e dashur dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Unë dua të t'jap ngushëllime për humbjen e bashortit dhe të vajzës dhe të besoj... Faleminderit, po nuk ka ngushëllim kjo, vetëm kjo që tragedi shumë e madhe. Zemra jote është plak. Sidomos për një nen. Vajza që mbaroi mjekësi në Rom, rezultate të mira, po ikën vitin e fundit të specializimit në Milano për mjekësi. E merr dhe të specialin të fundit ikën. Sa vjeç ishte? Në atë botë, 30 vjeçe, një vajzë e bukur, shumë inteligjente. Doja t'ja usille fotografi që e kisha të Borecat, që ashtu spontanisht ka dalë në Rom, atë fotografi, po ishte një vajzë shumë ne do jemi e të bukur dyja dhe inteligjente, dhe do t'ja usille fotografi. Ajo qofte parajsës dhe... Po, nuk ka fjalë, për fëmijën nuk ka fjalë. Zoti të dhënë forcë. Jo ajo që ishte, që na nderoi kur i thon po, për çdo nën, për fëmijën nuk paska. A ka vdekur gjithë me nene, me baba, me otër vëlla, po veç fëmija. Dhe më thënë jam kot, jam e humbur në kjo botë. Dua t'jetoj vetëm për djalin, po unë atje kam vendin. Dashu bukurie, Zoti të dhëtë forcë dhe dhimbjen ta kthesh në forcë. Më dha. Më dha se po ushqej djalin se këta të lëm pa bukë, s'pjesi fare nga je, jo thonë çat ka ndodhur. Do jemi të dyja sot në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe unë do dëgjoj historinë tënde të dhimbshme të kësaj nëne nga Berati, por fillimisht dua të prezantoj një kronikë që gazetarja Ersela ka përgatitur për zonjën Bukuroshe Dura dhe rikthehemi në studio për ta dëgjuar rrëfimin e saj. Jeta e Bukuroshe Durës, 72 vjeçë, është ndruar në një rrugë dhimbje pa kthim. Një nënë që sot thotë se jeton kot, e mbajtur në këmbë vetëm nga përgjegjësia për djalin e saj, i cili vuan nga problemet të shëndetit mendor dhe për të cilin kujdeset e vetme. Vajza e saj, shpresa dhe krenaria e familjes, kishte mbaruar studimet e mjekësisë në Rom, me rezultate shumë të mira. Me ëndra përpara, ajo u zhvendos në Milano për specializim, por jeta nuk i dha kohë të jetonte ëndrat e saj. E reja po luftonte me një sëmundje të rëndë dhe kishte kryer kimioterapi. Gjendja e saj ishte përmirësuar, por fati do ta godiste sërish familjen. Në vitin 2019, bashorti Bukuroshe Durës ndorroi jetë. Vajza nuk mundi të vinte për varrim për shkak të gjendjes shëndetësore dhe mbërriti 2 ditë më vonë. Pikërisht atëherë, ajo infektua me COVID-19. Gjendja e saj u përkeqësua më shpejt. Nga Italia ajo u soll në Shqipëri me avion privat. Sipas nënës, vajza mbërriti në shtëpinë e shtrirë në Barrela. Aty mes mureve ku ajo ishte rritur, ajo aty mbylli syt për gjithmonë. Sot Bukuroshe Dura jeton vetëm me djalin. Ajo tregon se vetëm ai është arsyeja kryesore pse ajo jeton, duke treguar se është e vetmja që kujdeset për të, pa ndihmë dhe pa mbështetje. Përveç dhimbjes, ajo përballet edhe me vështirësi ekonomike, por një vit ka marrë pensionin e plot, por më pas i është ulur. Ajo shpreh se institucionet e kanë justifikuar këtë gjë duke i thënë se i mungojnë vitet e punës, ku sipas 72 vjeçares, kjo nuk është e vërtetë. E pa shpresë, ajo kërkon ndihmë që drejtësia të marrë masa dhe t'i japin të drejtën që asaj i takon. Kjo është historia e dhimbshme e 71 vjeçares Bukuroshe Dura nga qyteti i Beratit, që sot do rrëfej vuajtjet, plagët dhe dhimbje që ka përjetuar në jetë, por padyshim dhe problemin madhor që ajo ka edhe me pensionin e saj. E dashur Bukuroshe, unë dua të pyes,
në vitin 2019, le themi fundi vitit 2019 dhe fillimi vitit 2020, ka qenë periudha më e vështirë në jetën tënde. Po. Ju jetoni brenda në qytetin e Beratit? Po. Jetojnë atë kohë me bashkëshortin e ndjer, me djalin, dhe vajza studente me specializim në Itali. Jo me specializim, shkoj që me të lartë, shkollën e lartë. Shkollën e lartë. Është 6 vjetë si këtu, mjekësia 6 mbaroj në Romë. Pra shkollën e lartë 6 vjeçarin, ajo e mbaroi në Romë, e ndjera vajza. Pastaj specializimin e kërkoj vetë, shkoj në Milano. Po në Itali? Po, në Itali. Aty vitin e fundit të specializimit, mbet jetë. Dua të pyes për bashkëshortin. Ka qenë viti vështirë për gjithë shqiptarët, momentin që nisi pandemia. Korona 19, ku fatkeqësisht mosha e tretë ishte më e prekura në atë kohë dhe kanë humbur jetën shumë të moshuar. Një prej tyre ka qenë dhe bashkëshorti. Ai ju infektua me korona virus dhe nuk mundi do ta përballonte? Me vdekjen e tij jam habitur, një vdekje shumë e lehtë. Se unë atë vit si shtash, vajta një vit aty në Milano për çupën. A, ti ishe me vajzën në Itali? Unë isha atje dhe e pasha gjendje isha jo. Ullërini pa atje ka njerëz të mirë me ullërini për ata deputetët për lip mbetën ata të gjyshin pa nipër. Edhe të arkivori dere dhe e përjetova ata. Ka qenë një periudhë që të gjithë e kanë përjetuar. Po kur erdha aty në Berat, aty pash, vdekjen atij tashu, në thira, mora ambulancën. U vesh, i çova shapkat, mori kapelin, pastaj thash mos ka se ai po jepte shpirt. Po thosh dhe i tha fjalë, thash depresion, thash dhe hapja celularin, si ju ta ndihmoj, lën thaj se nesër vetë atje, maron. Një vdekje kollajshme, si që ishte. Kështu ka vdekur bashkëshorti? Ishte njeri shumë korrekt. Pra, ndershëm, as të merte, as të jepte kudo që ta vije. Ishte sa vite martes e njohin kishe? të gjithë Berati. Sa vite martes kishe? Aty, afër 35. 35 vite. Po nga Berati ishte i ndjeri? Aty në periferi. Edhe ju jeni po nga Berati? Unë jam puro Berat. 30 Lindur rritur në Berat. Në qytetin e Beratit. 35 vite martes, që besoj ke qenë një grua e lumtur pranë ti. Po, na gëzon shumë dhe fëmijë të mbar, edhe ai ishte njeri. Tamam. Fëmijët vështrojnë dhe ngjan edhe nga mua edhe nga ai, po ishte inteligjent. Por në këtë udhëtim të jetës, ai e ndërpreu aty jetën në 2019 dhe themi të la vetëm. Shqyr që s'mori vesh për çupën se shkoni shumë të dy beshin shumë. Shqyr që s'mori vesh. Po biles kur kthye ajo, ai e gëzoi, po shkonte kurizet, po i thoshte shqyr tash i shkoj terr. Edhe po rinte si kur e ndjente vetëm në dhomë aty, s'donte njeri të vinte afër. Nuk e di që shka ikur shu, sa të vesh, sa të shtrish që të fletëm dhe një ngrish nisë të shkon të ikë. Mbaroj. Dhe iku i lumtur pa mësuar gjë për vajzën, se 2 muaj më pas... Po se beshin shumë, sa i do kështë bërë në vetë vrasi për ata. Ndrojet vajza, por... Pasaj kur iku vajza, ajo për atë pasaj. Por ndalemi pak, sepse situata ka qenë goxha e rëndë në familje, ti sa po kishte varrosur bashkëshortin, 2 muaj kishte kaluar nga vdekja e tij, infektohet me koronavirus vajza. Vajza ishte në atë kohë në Itali apo në Shqipëri? Pritash, diq buru në thirë çupë. Erdhi sigurisht. Doli mirë nga jo sëmundje që beri, nga kemi në ato. Pse vajza ishte diagnostikuar me... Po në gjoks, tash që i doli një gjendër me Një gjendër, ishte diagnostikuar me sëmundje të rëndë, me kancer. Kishte bërë kimioterapi në Itali. A, e kuftova. Aty vjen ajo, vjen për tijatin. Për vdekjen e babait. Kur shkonte varezat, ju afrua i... E përjetoi. Se ka marrë atë koronën. Aty, ajo e beri sa vetë atje. Burit po i vinin afër 40-at, merë telefon s'po dite, merë pastaj thash më shqeshë, pse s'po di që do vinte për 40-at e tjati. Por që ta kuptojmë qartë, dashur Bukuroshe, pra vajza ishte me kimioterapi, këshin dalë me sukses seancat e kimioterapive, fatkeqësisht ty të vdes burri asaj babaj, ajo vjen për varrimin e babajt. Jo për varrimin e serit, do të data 2. Po, 2 ditë pas vdekjes dhe iku prap në Itali. Aty kur kthyes pa ty ishte ai... U infektua, se ka qenë periudha e pandemisë. Ajo u infektua dhe fatale, infektimi me koronavirus. Edhe unë kisha dëgjuar vetë, kush ishim me këto sëmundje, jo, sikur edhe diabet, po këto sëmundje të rëndja me kimioterapi. Ishte fatale për këta njerëz. Doktore amerikana për këta ishin që i kapte, se thoshin njerëzit kush duhet të mbrohet nga këto kë kap. Edhe thoshte ai që këta duhet ishin kështu. Edhe mora un telefon për 40. Po vajza iku në Itali? Shkoj në Itali. Vendi goxha dhe iku. E qartë, le të themi erdhi... Ati e sa kthehet.
me 40. Mua s'më të regonte se kisha allë që më dëgjburi. Që mos të mërziste dhe të lëndonte. Mos mërziste me, edhe me këte. Po. Unë në qopë se s'po ngri telefoni, pasaj më thonë, ta dishti, pa, unë shukshu, tha. Kam kaj ditë, tha, që kore jam këthyje, tha, me temperaturë 20. E marim dhe ta kujdesi tyre, as krasot, e qoni dhëmë veçantë, në hotel. Pra, vajza përfundon në spital, në Itali, për shkak se ishte infektuar me koronavirus. Por, sa ditë... Sa parsaj, sa deri sa ju prapë në më shkri. Temperaturë e lartë, qojnë në më shkri. Ndroj jetë pas ta ditëve nga infektim? Jo, edhe këtu andendja. Vajza erdi. Ka vdekur këtu në Shqipëri, në Berat? Në Shqipëri, por enda atje kaloi pjesë në spital. Atje kanë zirë dhe tera celular pa mjetë e saj, që në ato gjendje që ka eqër. Ajo erdi në Shqipëri një gjendje të rënduar dhe ushtrua në spital? Ajo erdi këtu me avion privat, se ishë një gjendje të rënë. Në më thënë ta mamë për të ikur. Aty në ndimuan ata dy niprit. Me urgjensë? T'i falenderoj, dy niprit e mi. Që sonë në urgjensë, vajzën tënde? Që paguan lekët për avionin privat. E qartë, e kuftoj. Ata e ndimua, se kërkoni 13.000 euro. Se ka ardhur me barel? Po saj se me barel, nga avionin me barel. Dhe direkt e qua në spital? Jo, në shtëpi. Në shtëpi. Aty vdiq? E dhimshme. Ka gjënë tronditja me madhe për ty. Jeton të më shumë për moshën e saj, po neve do iki. Ajo se gëzoj. E të pak të një gëzuam ato gëzimet e tyre, pa ajo. E dashur bukuroshe, për këtë gjë, sigurisht e përjetoj dhe djali i cili dhe ai u rëndua më shumë nga ana psikologjike. Jo, vaj që aty nga kam dalë unë, që jam bi. Vlaj juaj. A i vaj se që unë i kaloj një gjendje këshu atere dhe e morën atje për që në shpi. Në më thënë një lagja di ku jam u bi, që në qupër. A i vlaj. Nga aty e keni përcjellë për në Vareza? Ata ishin në Gjermani, ishin të fëmijët në Gjermani, kanë arë Kastili për qupër. Ta një prit që për unë apën dyrë dëktare, sa erdhen ata. Aty ndajti qupa një javë, 2 javë. Jo në shtëpi? Osë më shumë se. Sa pasaj u bësh kak një karocë, i blenë dhe i kërkojnë karoca, jo? Ati te ka karoca, sa u ashtu. Do diti këtu në truve. Pati hemoragjish fatale. Po një vdekje saj me goj, me mentu nuk kam pati. Shere. Fjallë të fundit të saj, besoj ti i shërbeve, deri ditën e fundit. Jo, mos haroj se unë kësha, unë përsova një të rëndite në djali shumë, ku ta i vijen, të quni i palat, apo këtu, ishte dhe që nuk se vlajtë. Që të kanë ndimuar, vlaj, kunata, të kanë ndimuar. Kunata, për shërbime shumë. Gjej rasin të përshëndese, jam mirë njose, që të kanë qëndruar në momentet më të vështira, por e dashur bukuroshe... E vetëm se buri sa kështë ikur. Dhimbje mbi dhimbje dhe e kuptoj situatën dhe gjendjen tënde, por nga viti 2022, 26 shkurt, që vajza juaj u përcoll për në banesën e fundit, të vitit 2020, mos gaboj, kanë kaluar 6 vite, bushen 6 vite. Jo, tashi ben 5 vjeta. 5 vjetë, ben tashi në fund të shkurti. Buri beri në tetor, që i ben tashi 5 vjetë, as 5 dit nuk më duke, më kësa vje, më kejse, është edhe mosha tashi. Dhe në këto 5 vite, jeta juaj është përkejsuar, le të themi fatkeqësisht, edhe e djali tuaj që ka probleme. Ajo që alli qunit mosha nuk ka është e letë. Këtapta, më është fiksuar që e viteve të punës, më të regojëm të ashtë të si do ndalemi dhe do ma të rgosh gjithë problemin e pensionit. Si arita unë të me... Për para se të më të rgosh të problem, dua të të pyes, kujdeset dikush për ju të dy sot? Je vetme, 71 vjeç, me një djalë që ka probleme shëndet mendor. Që se len për një gjetë kapit qëroj një modë, se len të ha një gjeje shqile. Urdhërojë dhe kam fjallë me shdo gje. Sot që ka ardhën Tiranë, me kë e ke lënë? Po vetëm. Vetëm në shtëpi. Mirë, do qetësohesh pak e dashur bukuroshe, sepse ngarkove nga ana emocionale me të gjithë këtë rrëfim të dhimbshëm që trajtove ditën e sotme. Po jam e shqetësuar shumë nga kjo e gjykatës administrative. Por ti jeni një problem, le të themi me pensioni, që çështja ka kaluar në gjykatë, prej vitesh kërkon të drejtën tënde,
por do marrëvesh të historive, do më lejo të kaloj në reklama në këto momente, më duhet të prezantoj një këshill mjekësore, do të jemi tek Obeni dhe dashumish dhe rikthehemi për të dëgjuar edhe problemin që zonja Bukuroshe Dura, kjo 71 vjeçare, do paraqesi ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe kërkon që zëri i saj të dëgjohet pasi ajo nuk mundet dot të marrë pensionin që meriton pasi vitet e punës i janë mohuar. Por çfarë ka ndodhur? Do të jetë vetë 71 vjeçaria Bukurosha që do e rrëfej. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme kam të ftuar një 71 vjeçare nga Berati, Bukuroshe Dura, një nën e cila fatkeqësisht ka humbur nga kjo jetë për shkak të koronavirusit, bashortin e saj fillimisht në fund të vitit 2019 dhe shkurtin e vitit 2020 ajo humbi vajzën e saj 30 vjeç, një ekselente në mjeksi që fatkeqësisht infektimi me COVID-19 ishte fatal për shëndetin e saj dhe ajo u largua nga kjo jetë duke lënë një dhimbje të madhe tek nëna e cila ka mbetur sot e vetme me djalin e saj i cili dhe ai i ka pësuar dy humbje të mëdha të babait dhe të motrës dhe probleme të shëndetit mendor që janë shfaqur dhe është kjo 71 vjeçare që kujdeset për të birin e saj. E dashur Bukuroshe, nuk dua të pyes më, të lëndoj në plagët e tua sepse e di që e vuan dhe pse mundohesh që t'jesh e fort në këtë transmetim live dhe Zotit t'a dhënë këtë forcë, t'jesh e fort për hir dhe të djalit i cili ka nevojë për ty sot. Por ndalemi tek problemi. Domethënë çfarë ka ndodhur me pensionin tënd që të ma shpjegosh? Atëherë, dalë në pension. Po, me 35 vjet punë. Edhe më zën 133.3. po, E marr 6 muaj a një vit. Kujtoj një ditë të bukur në ndërpresin pensionin. E më thanë të kur ta dhëm pension, ta kemi zën pak. Po mirë dhe unë së ndjeva, e mora. Hiq më sa e mori e dira, ma nuk kanë lekë, kaq mos më shtoj më vonë. E mora. Vetë atje ta marr një ditë, shkurt, më duke se ishte 2015, marr pensionin, edhe ato arktarë ngelën kështu, 85.000 lekë. Na 133, 85. brenda muajt. Pra në janar ti e more të plot, shkurtin e ati viti, ta kishin... Jo një muaj, unë e mora me dola, kam lindur në 12 korik. E jo, e qartë, dua të them që muaj i fundit ishte janar që e more të plot, 130 sa ishte, dhe në shkurt të dha 85.000. Bende dhe në qik, 75. Po si çdo muaj po ta ulni pensionin? Më pëj nuk logaritën të ajdu dhejqet e këtyre, me nuk logaritën. Kur shkove dhe troqe pensionin... Vajta 75. U detyrova ngritë supët ato, nuk din gjë. Vajta atje. Drejtori ishe një djali i shoku tim. Po. Edhe shumë njini, se vitet e mija të punës kanë qenë 8 vjetë të rinin në gjendje civile në Terpen. Ke punuar në gjendje civile? Po. Po. Edhe 17 vjetë në Urbaj Gurore, sekretare, protokollista, arshiviste, edhe mbaja dhe vullën. Plus edhe ndaja rogat, kam punuar qasë dhe mbaja një bashkit të tërë. Të gjithë kishin respekt, aty dhe vërtetimet që u bënë thoshit bëj me lekë, unë s'pranoja, pa lekë, pa 200 lekë kam punuar. Ndershëm, 50.000 lekë. ndershëm. 50.000 lekë isha atëhere, po mirë për mua dhe gjendje civile erdhi një shtesë që të bësh 100.000 lekë, ata që benin e ndanin për militantën. Rogën time ja jep një militantëve të partisë. Edhe PS-ja të Fendritën dhe PD-ja e beris punë. Edhe unë merja 50 që 100 që s'ma jepi. Në vendeve ja për të unë tash i vjesë ma vjedhin tërë. Tash i dritori i sigurimit shoqëror Berat e ka shpinë aty në Urvejgoro, e ka shi zyrave të mija. I jati shoklasë në gjinaz, më njojnë shumë mirë. Po këte, që kur vajta unë erën e parë, të shqipse vajta dhvija, që ka ndodhë? Po pra, që pse pensioni po të ullet? Aty dhe të kisha parë, mos ma bende pyte kur fitova i vlorës, më tha më pse ta kam berë këte. Pyta pse i kam berë këte, a i sekonde fare në sy. Ka ardhë shkresa në sigurimit shoqëror Berat, o që nësat ka një qërë dhe ty, sa. E engro, se kur je sinqert vetë e di se edhe tjerëve prëngshë si ty. Se nuk isha dëgjuar në njerë, se kur del në pension... E të këthe prapë, më i punere. Unë s'kisha fare punë, kush kërkoj gjukatën, ata më gatëron me gjyqet uame. Që ne unë gjyqë, unë e kam dosje në akoma atje. Po pra, ti i ke vitet e punës... Kam librezën, se libreza rinte të zyre punës. Po pra, e qartë. Po me librezën ta tërgoj dhe historinë e librezës që ishma vodën. Se ta shki kuptoj, edhe ky i biri këti të shoku tim, do më thëmë drejtori, njesh, ishe drejtori parë në ato vitet e para të socialistes, fa, nuk më shikon të nësiku benda së jarime, fa,
Ka ardhur shkresa, thashë, date që këtë shkresa, kështë shkresa pa protokollat, unë I dija me ato isha Se ti kishe punuar, e qarë, ishe e fushës. Moj, po që mu dalëvej, nuk e di që që i dha asaj, aty, asaj shoqe sa. Na tha protokolloj, pa tere protokolloj, që këtu dhere. Te protokollimi shkresës falso. Falso me rësishe shkresa fare. Edhe vërtetua më vonë. U këputa duke marrë të shikosh telefoni që mbaj atere, me sigurime shoqërore dhe ratë. E qëfar shkruesh në atë shkresë? Nuk e pashari si sa që me kanë shkurtuar disa pensionit, kanë eqër dhe ty. Pra në ato listë ishe dhe të emriot. Unë isha e sigur që smitet e mja fiqishin. Unë nuk kam një ditë raport, moj se isha me vullë. Me vullë gjendje civili vdiste njëri duesh, me fëmi nuk kam marrë një ditë raport edhe aty. Nuk vajgurore duesh qeku. Te materniteti duesh vulla, vullën e mbaja unë. Qysh pas kam dalu si pas kësaj? E qartë, të kuptoj. Të apelit administratives. 10 vjetë, di unë sa vjetë ka vëmë, se u s'kam, më ka vajtë të tensioni ju ka dërguar ajo, në dilë gjuminatën, ora 2, nuk e di, nuk jam në regull fare. Por të lutem, e dashë Dale se lam këtu, ku e lam? Jo, më shpjego këtë gjë, në momentin që, po pra të shkresa, u interesove me çfarë motivi, sigurimet kishin ullur? Pritashi. Po. Ta ka bërë Tirana, marë Tirana. Marë numrin e Tiraneve, sigurimet shoqërore bëra. 3 vjetë të mira, 2015, 2018. Miru, a thoshte ka drejtori thoshte këshu. Ping-pong. 2 bera ballafaqinat në teun, I vajta njerë. Dhe më thënë të ka shkresa 2. I vajta dhe njerë me të juristin e përdor të këshuaj. Juristi ka qëkos ka lëvizur njerë nga vendi punës. Në një shatë aty afër, po servili madh. Edhe vajta unë atje, e kur më thanë mua ata që më tha qyma që do të regulojnë për atë pension, të regulojnë, tha që juristi, për këto vitet që a shumë. E po mirë, sa falindi e bera vetën a I dhe dhashin 5 vjeqëm. Shiko sot, shiko nesër, s'ka. Me të diabeti, isha aty para gjukatë se që vinte atje, që punonte të sigurimet shoqërore. Ky doli qo e famshmja gabim në sistem. I beni vetë gabimit, edhe unë kur dili e në sigurime shoqërore, më zini gjitha ta. Në fshati. Ca më njini nga Terpani, e më thoshin mua, moj bi, shana ka gjetur neve, për një gabim do pagojmë 100.000 drejtorin, 100.000 juristin, 100.000 avokatin, 100.000 gjyqtarin. Pagoni njerëzit. Aty unë kam kapur njerëz të partisë. Pra, le të themi, arsyeja që ty t'ishte ullur pensioni, ishte bërë një gabim në sistem, t'ishte ullur vitet e punës. Jo, që sistemit të shtetë, për njerëz të tjerë, për e thejë. Që punon të juristi atjerin, dhe se u mërë të lekt njerëzve. Mirë, e kuptoj që po e denoncon edhe këtë, së është korupcion, e gjitha kjo. Por dua të të pyes. Do të tillë ishin ata kërkoni edhe nga mua, edhe unë e kap aty, se atje gjejet te gjykata. Pse s'po e shton, atë pse s'po e rregullon atë sa më takon. Ai qesh dhe më tha mua do vesh në gjykatë. Thashëm se mos vete në gjykatë, I kam vite. Për të kërkuar të drejtën tim. Po ju për drejtën time, unë I kam edhe s'kam se më lëviz ato vite me asnjëri. Nuk ka burr nene. Televizja to, kem punuar unë ti ai, ti marrja ai ti përdori e shumë kise jati, që s'lad, atë fshatin I tapisi ka mu njeri atje. Vitet e punës është dirë sa jote dhe nuk ti mohon kush. Në tapi, sa I krye plaku, kush se sa shumë fshatar ka pajisur ai me desesa, me shkollë të mesme, ai jati këtit. Këta mësuan moj, me para shumë të madhe. Ku jeti ai sot për mësu si e kandidoj për deputet? Por, I dashur Bukuroshe, të lutem, më shpjego këtë gjë, përpara se të kalojmë te gjykata. Vajta këtu, e kapa te, në gjykatë, kapa për Jo, përpara se të kalojmë puna ime. Të lutem, përpara se të kalojmë te gjykata, që ti u drejtove gjykatës për të kërkuar të drejtën tënde. Jo, më s'ka vajtë puna te gjykata, akoma më tha qy, I dhe në gjyq, e ova më vlorë, fitova, më tha pse ta kam bërë këte. I numëroja, I pa vendimin, që isha caktuar gjendje civile, në 25 mars 75. Po. Kur vajta në urë pasaj, e beri dhe jo Violeta, aty u bindaj, që s'esh në një vendim I berë, se në vendimin tim, ku I mërosha unë, në përgjithë administratën në rajgurore, ishte dhe të tjerë, ishte vendimi një mësusit tjerë. E qartë, e kuptoj. Dhe mdhena I nuk falsifikoj shkur. Qa më ngojse me ka tia jo, është vendimi aty me. Dhe mdhe 17 vjetë unë, u fijova atje, u martova, bëra quni 17 vjetë, unë atje në rajgurore. Atëri shkalla e parë, e fitove. E fitova. Ta shivi I këtu, që në alo dhe shumë. Kur kishë ndërmend, mos ta jete, që në lanë në vjetë, e sua tjeti pse u vraj dhe pse u futa I brenda. Se ursi që unë, që kur më menin atje, në Terpan, se s'kishe një autobus ishe,
Vinin shikoni bujësina Komiteti Qendror që ishe në Po, atyre viteve, e ishte një kroj me mim, është habitur që unë nuk hapa njergoj, 25 kilometrë, sa hapa njergoj. Edhe i shprehuaj. Ta shishos jam këthyrë, më dalin fjalët vetë. Nga qa? Nga që sistem. 35 vjetë, që ishe para për demokracinë të se më Por tani të lutem, akoma se kam kuptuar Bukuroshe, prandaj desha të pyesja, ulja e pensionit, me çfarë motivi ul? Nuk mungonin vitet? Moj, po e kryuan këta me që motivi. Po pra, po... E shpifën, moj, e shpifën. Po një motiv ishte, ullet pensioni nga 130 sa merje në 75... Ska motiv atje, borderoja? Qa motivi ka borderoja? E vuri shumë në borderoja dhe ja u be. Qa motivi ka? Kjo skandal. Po skandal ju ndodhi me. Që më ish mendje në fëmit, kur kujtoj të vallaj më vjen edhe karikës o sharu, si jam ash me të diabetes stresant. Që jam ash të kësa shruhe dhe po dhe këshu. Po në momenti që ti e fitove shkallën e parë, të dha të drejtë. Ma këtë e odhën ata pasaj. Të odhën apel, në shkallën e odhën dytë. ata dhe e larta. Po? Mua më tha këshuaj. I tha dhe burit. Se u be pramet. Se ka qenë gjallë në atë kohë. Ishte i tha, sa ta maj, do t'i maj tëra lekët. Vjen drejtore isha nëmër 2. E eqin të, se qa beri e eqin të pari. Po? Vjen e dyta vajta. E vi tha këshu. Kërkon, vendim në i gjykatës Vlorësa. Zhdukur. Zhdukur që ja dërgoj Vlorë atyre. E zhdukin moj. Avokatit, edhe që avokati u ktheva s'fishte. Se marrë një avokat njëre edhe. Greku mos të dhija avokatit të dënon moj. As ta suprajqit të njëra as avokatit. Po shkalla e dytë çfarë vendosi? Vendosi ma dha, e shkallë e dytë. E para po, Shkallë e dytë unë nuk kam nerva të lexoj se thot ato që thot sigurimi shoqërore. Iku ka vit, veri ka vit, kemi si i vërtetojmë. Qa s'ka dhe vërtetojmë? Pra, ty të mungojnë vitet e punës. Jo, me nuk më mungojnë, po them. Si pas institucioneve. Si pas atyre. Të mungojnë vitet e punës dhe ata nuk i... Vitë Berati dhe e të lartës. E larta kopjoj atë. Ku ju futa jo me. Ju nuk keni një librez të vjetër të ruajtur? Atere libreza, vinte libreza. Atere vinte libreza, dale tash, vinte libreza. Më thonë mua këta do t'i qosh atyti. Ka, sigur më shoqërojt e ka jo. Pse ma theksuan mua shjo se ke librezën këtu? Ato ishin tërë, ati ishin vjetërsit, ishin tërë. Pse librezën ma theksoj? Sa ktheva në kratë, aji aty kur do bende këte, më tha juristi më shknoj, se që nuk e ke librezën. E shnoj, nuk kam librezën, dhja unë që do bende i. Po librezën, që shqivë të librezën? Librezën ruhet në zyrën e punë, me qa dola unë asistencë? E analizoj shumë mira i Vlorës. Me qa doli në asistencë? Barova vitet të punës, merë një vit. Barova 2008, vitet e punës, 2009 ishte asistencë. Nga e mora, nga jo librezë. Që ishte ati të zyre punës. Moj po vjerë e qatë thosht me 100 shpifje. Se dhe tashi po mi për tensioni. Po mirë, që copi pak. Po qatë të qesoshi që qikosh si skandaloze, skandaloze. Nuk të që i e mërzitur, sepse të të mohojmë vitet e punës, të mohojmë djersa jote. Moj, ishte kohë tranzicionit, qërdet po prisheshin, a i thoshte ishe një pluralizmit, atë të thoshte, të veshe të vish na berati për 20 minuta. Sakrificat, e tua. Të tëra, po atje në punë sa punoja. Dhe sot nuk të njën këto vite e kuptoj. Moj sa punoja në bashki, thoshin tërë, mirë ka gjithasëm, se të ndëmrojnë tërë ata kretarës e bashkive. Unë jam abitur, thaj, unë protokolloja dhe ashtu shtypja. E dashur Bukuroshe. Edhe protokollet e mbledhje dhe shtypa. Atere, pse quajta unë aty arshiv? Vura te, sepse në arshiv, to protokollet e mbledhje, thëmë me thëmë, aty më kam dalë dyre daluar unë, ta them si. Një në kone monizmit, 85-86, edhe një në 96-97. Unë pa prenin time më kam thënë kretarë, që ne të qojnë banë dokumenta, si që i mbajmë një në komitet qendror ose këtu. Aq korrekte ke që në punën tënde, të qartë. Unë e beja vendimin, unë shtypja protokollin, unë beja materialin e mbledhjes dhe në protokoll, via firmën dhe vitin ishin të cikluara me firmën time. Që mund të vërtetohen shumë mirë. E fundit fare, që zonë që kam mbaruar juridikun dhe është në gjykatën e lartë, që për mua s'meriton as një ndërmarrje, jo mbashki, jo. Kysh e s'poshtë të punë. E dashur Bukuroshe, e kuptoj fare mirë shqetësimi që ke. Unë të premtoj që në ditët në vijim, me kamerën tonë, ne do vim aty në Berat, do interesohemi. Ne sot e bëm publike këtë shqetësimin tuaj, është një skandal, nëse vërteta është kështu. Jo, ta që i ka ramë gjykat e lartë në Spak, fundja dhe Strasburg, unë vitet i kam buaj të rinin time në fshatë. A shumë thamuaj, ku bella ba faqimi, se arova, tha, ne të kemi e që ato gjendjen civile, tha, se dinim me ditë shatë që thati me ato. Tha shumë qame?
Unë sa në i varshën nga komiteti ekzekutiv. Edhe aq më shumë, në ato vitet e mia të pensionit, janë bërë në prezencën time me një piro Casi. Casi më jemi Kur ke dalë në pension? Tiranë. Të tëra i vuri këtu. Plus që e mora dhe një vit. Por këta me që motivi, ja edhe të fjalla e qyshe hoqën këta. Po pra, por përpara se të të falenderoj dhe të premtoj në këtë transmetim live që ne do të vazhdojmë këtë çështjen tuaj edhe pas kamrave, padyshim me avokatët tanë do të ndihmojnë për të kuptuar problemin dhe si janë fshehur ato vite pune ku ti të janë njohur në momentin që dole në pension dhe të hoqën pas shumë viteve. Po jemi letë se të vemi me gjyqet, të hapin dosjen. Po pra, dosjen time. Po, për të vërtetuar vitet e punës. Në qoftë se dosja është prekur, ata penalisht në vend të vejnë atje. Po përpara se të falenderoj, ke një mesazh për këta punojnës të cilët ti akuzove ditën e sotme, punojnësit e Beratit, ata të cilët ti mendojnë që të kanë fshehur dosjen dhe nuk ta hapin dosjen për të vërtetuar vitet e punës. Ky drejtori i tretë më duke i mirë. Ke një mesazh për t'ju thënë? Ai po deshi i ndihmon këtë, për mos vajtur ata në rrugë atje ku duhet. Juristi, sidomos pa te kanë hequr drejtorin e parë. Ka një mesazh të hapi dosjen. Ta hapi dosjen shikoj vitet e mia, nëse i mungon një gjë. Edhe të më japi muaj sa takon, sa vlora të takon 180, jo 183. 180.000 lekë. Ajde uli me 20 dhe që me kam dëgjuar gabim, 160 që po. Këta tash, jo se do më shtoni mua që thaj ta bej unë tani su që mori 5 vjeqen. Pa i do më jep se vitet që më takoni, plus sa i do më të lekë për ato. Sot sa merë pension? Sot, edhe kjo, sa më do marsh, ato më ngatrom ato se i kam proces gjyqësor, kjo drejtori e dytë. Po sa do të marsh të burit, sa? Të lësh tëndin dhe të merje të bashortit. Jo, më ngatrom, sa që pasaj, sa do marr të burit, ta marr të flot, po, thash, i ndërpresim. Do marr gjysmë, po kush e që jo gjysmë me madhe se plota, thash. Po, se kështu bëhet llogaritja. Po çesh kjo, merri dhe koni e verit jeprin pak ndihmë, merri tani. Gjithsesi, e dashur bukuroshe, unë të premtoj që ne do vazhdojmë dhe pas kuintave. Unë të falenderoj që të pata në studio, uroj që të marrësh një zgjidhje dhe të marrësh djersën tënde. Atë që ke punuar, ke sakrifikuar ndër vite, ta marrësh. Unë do t'ja bëj kështa që se ka radhën dykat e lartë për djeni spakut, se unë nuk i letë ajdu. Do jemi bashkë kontakt ata i dzutën ignorantë, se ju mbuti ignorantët, se nuk ndërpritet pensioni pas një vit. Por do të ndihmojmë. Se berëse, tjero, shumë do ndihmojmë dhe pas kuintave. Më lejo të kaloj në reklama dhe do të përcjellum. Mirë, me historinë e 71 vjeçares nga Berati, kemi ardhur në fund të kësaj pjese dashumish.